Në qytetin e Lushnjës, Ediona Dubare prej 9 vitesh ka ndërtuar me pasion dhe profesionalizëm një emër të njohur në fushën e kozmetikës. Ajo e nisi rrugtimin e saj me dëshirën për t'i bërë gratë të ndihen mirë me veten dhe sot ka krijuar një pikë referimi në fushën e estetikës. Unë jam Ediona Dubare dhe prej vitesh menaxhoj sallonin tim këtu në Lushnjë. Këtu ofroj shërbime që nga manikyri dhe pedikyri deri te qerpiket dhe trajtimet estetike të avancuara. Për mua e rëndësishme është që çdo klient të dalë nga këtu duke u ndjerë e bukur dhe e vlerësuar. Pas shumë vitesh pune e një klientele besnike, Ediona ndjehu se ishte koha për diçka më shumë. Ajo donte që klientët e saj, përveç shërbimit të shkëlqyer, të shijonin edhe një ambient modern dhe çlodhës. Në tetor të vitit 2025, me mbështetjen e Fedinvest, mora një kredi për 1 milion lekësh. Ky investim më ndihmoi të rikonstruktoja dhe të rinovoja plotësisht mobilimin e ambientit tim të punës. Sot studioja ime është më funksionale, më profesionale dhe më shumë e këndshme për klientët e mia. Sot, qendra e saj estetike është një hapësirë profesionale dhe funksionale ku cilësia e shërbimit bashkohet me komoditetin modern. Ky ndryshim ka ndikuar drejt për drejt në rritjen e biznesit tim dhe të ardhurave të mia. Klientët e mia besojnë tek puna që bëj çdo ditë dhe kjo është kënaqësia ime më e madhe. Kur ti investon tek cilësia, suksesi nuk mungon. Faleminderit Fedinvest. Historia e Edionës dëshmon se kur puna e palodhur bashkohet me guximin për të investuar, suksesi është i garantuar. Kjo histori është pjesë e mbështetjes për zhvillimin e sipërmarrjeve të grave, duke krijuar mundësi reale për rritje dhe qëndrueshmëri në biznes. Ky material është prodhuar me mbështetjen financiare të Bankës së Zhvillimit të Këshillit të Evropës dhe Fondit Slovak të Rritjes Gjithëpërfshirëse.